po ju themu statistikat e 2 muajve të parë të këtij viti nga Instati. Ne kemi një rritje të importeve me 23% të frutave të perime dhe kemi edhe paksim të eksporteve me 33%. Vetëm të 2 muaj. Situata do të shkojë duke u rënduar për arsye se prodhimi bujqësor po bëhet gjithmonë më shumë, më pak konkurrues. Ajo që mua më habit dhe më duket edhe një paradoks, ta quaj papërgjegjshmërinë është e pakët, është vazhdimi i ngarkimit prodhimit vendas me një TVSH 20%, e cila presupozohet që do të rimbursohet në masën 10%. Për çfarë ndodh? E para punës, unë kam qenë ministër i bujqësisë dhe di që kur rimbursimi edhe në qoftë ndodh në fund të vitit fiskal, nuk ndodh aty menjëherë. Pra praktikisht i del me një kosto të rritur 20% të shkaktuar nga TVSH-ja. Dhe shpresojmë pastaj që në shitjen e prodhimit, duke çuar në zinxhirin burokratik faturat e shitjes, nga fundi i vitit, nëse do ketë para, do të rimbursohet. Si e ka Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian e ka thjeshtuar të ka një TVSH të reduktuar, që vëllohet rreth 6-7%, po kështu dhe Maqedonia e Veriut e ka nga 5%, pse do ta komplikojmë? Po pra. Dhe kjo do i kthesh 10%, bëj 10% që në fillim. Po, absolutisht nuk ke pse hyn në rimbursimit. Çdo të hysh në rimbursimit, nëse ke dëshirë ta ulësh, e cakton që në fillim për prodhimet bazë të shportës, për perimet, për qumshin, për mishin, për vezën, që janë produktet bazë të shportës, ti përcakton një TVSH fikse prej 5%. Kjo ka qenë propozimi jon. Pse do t'i futesh kësaj skeme kaq të ndërlikuar, të kamufluar, se kamuflazh kjo, që ti pagoje një herë ngarkohu me 20%, pastaj dorëzo faturat, ne ja çojmë Ministrisë Financës, shikohen dhe nga fundi i vitit tatimor fiskal të shohim a do të rimbursohesh apo jo. Dhe kjo krijon këto shregullime sepse shkakton një kosto suplementar. Ajo që më ka tërhequr vëmendje pastaj tek skema kombëtare e subvencionet janë disa paradokse, po thoya, të pa dëgjuara. Caktohet, kjo tregon që ata që vendosin këto kufi financimi nuk studiojnë, janë shkëputur fare nga realiteti shqiptar. Për shembull, po marr një masë, është caktuar që për përfituar financim për njësi të sipërfaqes, duhet të kesh mbi 3 hektar sipërfaqe, në mënyrë që të përfitosh masën e financimit prej 100.000 lekë të vjetra për hektar. Ne më thoni ju, sa janë numri i fermave në Shqipëri që janë me masim mbi 3 hektar. Statistikat tregojnë që pjesa dërmuese, 90% edhe më shumë, janë lëvizin nga 1.2 deri 1.4 hektar. Ndërkohë Kosova, shikoni Kosovën. Të njëjtën skemë, Kosova thotë që po patë 1 hektar të mbjell me sipërfaqe je përfitues i fondit. Dhe mallësia e fermave bujqësore në Kosovë, dini sa është 3 deri në 5 hektar. Pra Kosova nuk lë as edhe 1 cm2 sipërfaqe të pambështetur, ndërkohë që ti ke përjashtuar me një të rënd lapsit duke e shkëputur, ose do thoya pastaj në mënyrë qëllim, sepse duke alokuar vetëm 50 milion euro, që është totalisht pa mjaftueshme për të plotësuar nevojat e 300.000 fermave bujqësore, atëherë vendos këtë të stek diskriminuese, thua që ju që nuk keni mbi 3 hektar, jeni të përjashtuar. Po sa janë të 92%. Praktikisht, kjo është një diskriminim i hapur dhe bën që bujqësia pastaj të ngjitet e pafinancuar. Dhe kjo ndodh në një situatë ku dhe fondet i parë janë të bllokuara. Dhe me sa duket këtë vit nuk do çelen. Pra bujqësia ndodhet siç shikoni në mes dy rrugëve. Janë bllokuara për fat qeverisë, jo se erdhi i parë. Mungesë financimi dhe taksat larta. Dhe ka vetëm një ka, rënje. Unë them që në radhë parë duhet të rishikuar komplet skema. Duhet i përshtatet ajo realitetit. Dhe jo e bërë ex katedra nga persona që nuk kanë fare lidhje me bujqësinë, janë shkëputur nga realiteti bujqësor i fermës shqiptare dhe ti përshtatet nevojave dhe gjendjes